Në kuadër të ditës së romanitetit ballkanik, që shënohet çdo 10 maj, në Korçë u çel ekspozita Udhëtim nëpër Ballkan te arumunët e Bullgarisë, Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Aktiviteti u organizua nga Instituti Kulturor Rumun në bashkëpunim me Shoqatën Kulturore Arumunët e Shqipërisë, Dega Korçë, si dhe Qendrën Rumune të Informacionit. E hapur në Qendrën Kulturore pranë Kishës Arumune të Shënsotirit, ekspozita sjell për publikun rreth 100 fotografi që pasqyrojnë historinë, gjuhën, traditat dhe identitetin e komuniteteve arumune në Ballkan. Përmes kësaj ekspozite, synohet ruajtja e kujtesës kulturore dhe forcimi i lidhjeve mes komuniteteve arumune në Shqipëri, Bullgari dhe Maqedoninë e Veriut, duke vënë në pa trashëgiminë e përbashkët të romanitetit ballkanik. Kjo ekspozit e organizuar në bashkëpunim me Institutin Kulturor Rumun është shumë e rëndësishme për ne, sepse sot, më 10 maj, shënohet Dita e Rumunëve të Ballkanit. Është një ditë e rëndësishme, e shpallur me ligj nga Parlamenti Rumun në vitin 2021 gjatë mandatit të ish-presidentit të Rumanisë. Rumunët e Ballkanit, përfshirë arumunët, meglenorumunët dhe rumunët lindor, e festojnë këtë ditë si simbol të lidhjes mes popullsive rumune të Jugut dhe Veriut. Kjo datë lidhet ngushtë me një moment historik për komunitetin arumun. Në vitin 1905, Sultan Abdulhamidi II njohu zyrtarisht rumunët e Ballkanit si një komunitet më vete, duke u dhënë të drejtën për të hapur shkolla dhe kisha në gjuhën e tyre, si dhe për të zgjedhur përfaqësues vendor në zonat ku jetonin. Në vitin 1905, Sultan Abdulhamidi II nxori iraden që njohu rumunët në Ballkan si një komunitet më vete. Përmes këtij akti, atyre u dha e drejta të hapnin shkolla dhe kisha, si edhe të zgjidhnin përfaqësuesit e tyre vendor në komunitetet ku jetonin. Pikërisht për këtë arsye, kjo ditë është shumë e rëndësishme për ne. Unë jam arumune dhe shpresojmë që duke nisur nga ky moment, çdo vit më 10 maj, kjo ditë të festohet edhe në Korçë. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për vizitorët gjatë ditëve në vijim, duke ofruar një udhëtim të veçantë në historinë dhe kulturën e një prej komuniteteve më të hershme të Ballkanit.